pastaj kemi këtu edhe Rruga për në Mekë, Muhammed Asad, libër, shumë i mirë është. Diçka ka bëj libër, revolucion ka bëj. Ua preferojmë shikuesve, fol pak Rruga për në Mekë. Kjo është Muhammed Asad, është Leopold Weiss, gazetar jehudi i Polonisë. Që ka pranuar Islamin. Ka jetu në vitin, është lind domethënë vitin 1900, domethënë fillimin e shekullit kaluar. Edhe subhanallah, Allah që ashtu ja ka ratis jetën atij që ta shotit kret Evropën edhe kret lindjen e mesme, i ka njoftu me shumë persona, domethënë me Fejsalin u ka njoftu, me krallin ose me mbretën e Transjordanisë atëherë, me udhëheqësin e Iranit, edin, ka bisedu, ka njoftu shumë njerëz, e ka edhe në formë, e ka grumbulluar në formë të romanit, domethënë është roman. Mos vaprishi momentin mas mirë ti është me lexu, domethënë lexoni Rruga për në Mekë, është shumë libri i mirë. Se çka do të them për duhet me bisedu, kërkon hapësirë pak më të gjon që me bisedu për atë libër. Edhe elhamdulillah te maqedoncat shumë kemi, domethënë, përshtypje të mirë u kalon libër. Sidomos intelektual.